dhe muaji Ramazanit në përgjithësi ka dobi të shumta, ka vlera të mëdha, madje ato që i kanë përmend dietarët islam që zakonisht i përmbledhin dy burimet kryesore të sheriatit Kurani dhe Suneti, e që një pjesë e tyre sigurisht janë të njohura edhe për shikuesit dhe për gjithë publikun, është se muaji Ramazanit fillimisht dëshiron që njeriu ta bën më të mirë. Me thonë njeriu del nga Ramazani më i mirë në aspektin e devotshmërisë, në aspektin e afërsisë së tij me Zotin fuqiplot Allahun subhanahu wa taala. Nuk është esenca kryesore dhe qëllimi final nuk është që njeriu të largohet nga haja dhe pija dhe të largohet nga pasionet dhe dëshirat e tija që i kishte jashtë Ramazanit. Kjo është disiplinë. Ramazani është shkollë që njeriu e gdhent, e mëson. Unë shpeshherë edhe në përmexhlise me njerëzit që bisedojmë me të rinjt, sidomos tani kjo dinamika e ka bërë që njerëzit janë shpeshherë i shtynë në depresion, i shtynë në probleme të ndryshme, thonë filloni me agjerim, agjeroni për shkak se një prej dobit edhe dimensionet e agjerimit është se njeriu edhe ja zvoglon, ja ul intensitetin e depresionit, e problemeve të shumta. Njeriu e mëson me orar, se zakonisht edhe prej përfitimeve të mëdha që i kemi tani në Ramazan kur zgjohemi qysh në kohën e syfyrit është se është edhe ai aspekti i socializimit, aspekti kolektiv që jashtë Ramazanit nuk e kemi ndjej ndoshta aq shumë për shkak detyrimeve, obligimeve të shumta. Tani në Ramazan sofra i syfyrit edhe iftarit i tubon të gjithë antarët bashkarisht. Edhe kjo është një lloj edukate dhe madje mund ta edhe lloj dobi e Ramazanit. Esenca final, edhe ajo që është më prioriteti në Ramazan, Allahu subhanahu wa taala e përmend në Kur'an, thot la'allakum tattaqun. Ju nëse i nënshtroheni këtij adhurimi edhe praktikoni këtë muaj të Ramazanit, fundi baraz është dhe rezultati i kësaj është se njeriu arrin devotshmërinë, e kultivon devotshmërinë, se si të bëhet njeriu më musliman. Devotshmëria është qelsi i çdo i xhenetit dhe i çdo suksesit edhe në dunjë edhe në ahiret. Po.